Allah, para se me na kriju neve, Allah e din gjendjen tonë, dhe për ato Allah ka vun na ka zbrit Kur'anin që është plan program. Jo veç me pas në dollap për heshëm, për kushtetu që na dojmë me jetu. Dhe nëse na jemi ata të interesun për me shfletu dhe me kemi ajete plot të cilat flasim për forma dhe mënyra të ndryshme bamirësisë, po edhe të aspekteve tjera të jetës. Për shembull, na kemi ajetin 92 të surës Al Imran ku Allah xhallahu thotë nuk do të arrini mirësinë e plot derisa nuk e jepni nga ajo që e doni. Kështu te ky ajet Allah propon thotë derisa jo me dhon të pricën, po ka njëri me sakrifiku me dhon ato që e don më shumë ti. Kjo më e vështira. Po, thotë kjo këtu musliman nuk arrin pra atë mirësinë më të fortë. Se çdo kush i tepricën e jep, ama me dhon ato që e ka më të mirën, që e ka më për zemër, do thotë kjo është një farë kulminacioni i imanit, i besimit, për shembull njëri që ka te Zoti xhashanu dhe e bën. E për këtë pra Allah po thotë s'keni më arrit ju derisa nuk e bëni një veprim tillë. Për që neve na inkurajon se bamirësia na tregon nuk është vetëm ajo që e japim prej tepricës që tham, po është edhe ajo që neve ndajmë edhe për gjëra që kanë shumë vlerë. Ndoshta ndonjëherë kemi nevojë na për një diçka, kemi nevojë, mirë po kur na kërkon dikush, atëherë neve ja japim, se kemi plot shembuj nga jeta e pejgamberit alayhis salam kur kanë trokit lëmosh kërkuesit nder, ato që e ka pas e ka dhuru. Për shembull rasti kur ishte para momentit fundit jetës i kur ka thonë shikoni çka ka mbet nga pasuria e dunjos ta jap para se me shkuën te Allah, që mos marr me vete përgjegjësi me dhon për ato. Do thotë kjo është do thotë që na si musliman me dhon ndonjëherë edhe ato që e dojmë më shumë ti, apo ndoshta kemi djerës më shumë, mund më shumë na dhimbet më shumë kur e jep muslimani këto na Allah nuk ka nevojë që na me dhon. Por Allah ka nevojë që na, siç ka përmend te ajetet e agjerimit, ku thotë me dal në shesh devotshmëria. Përmes kësaj e lyp që na më tregu që jemi devotshëm parku se për hir të Zotit njëri bën çmos. Na për hir të Allah 12 orë nuk po hap, nuk po pim, me një fam po ndalomi prej hallallit, që Allah na ka leju. Pse? Për hir të kënaqësisë Zotit. Edhe të bëjmë mirësia këtu Allah po thotë nuk arrini mirësinë derisa nuk e jepni çato që doni më shumë.